Dritë e diturisë. Konstelacion me emra të mëdhenj në traditën e arsimit tonë kombëtar. Ca pika shiura mbi qelë, befas për ty unë ndjeva ma. Jetojmë të dy në një qytet dhe rrallë shihemi sara. Ca pika shiura mbi qelë, befas për ty unë ndjeva ma. jetojmë të dy në një qytet dhe rrallë shihemi sara. Një tjetër nxënëse e mësues Dilaverit ka qenë Gledis, që i përkiste atyre familjeve që detyroheshin të jetonin në Cerik. Madje jo brenda në qytet, por në ferm, në një shtëpi që më tepër mund të quaj kasolle. Sot ajo është bërë stiliste e njohur. Një numër i madh veshjesh femërore kanë stampën e saj. Të kaluarën e kalon pas. Gjithsesi, gjurmët janë, sikur edhe vetëm në kujtesë, pjesës së cilës është dhe mësuesi ynë i përbashkët, Dilaver Shkodra. Kuseta me këtë që po më pyet, vërtet po më çon ashtu si thua ti, shumë vite larg. Dhe ne kemi qenë fëmijë të vegjël atëherë, megjithatë mësues Dilaveri ka qenë një nga ato që mbetet në kujtesë, mbetet për shumë gjëra. Dilaveri nuk ka qenë vetëm një mësues, ka qenë edhe një njeri me përmasa shumë të mëdha. Unë herën e parë me mësues Dilaverin jam prezantuar keq, sepse ai bëri prezantimin me ne dhe na pyeti për emrat, për mbiemrat dhe për baballarët. Dhe baballarët që i njihte, ju thoshte fëmijëve, "O, bashkë do kaloj mirë." Në rastin tim babain tim nuk e njihte. Edhe më tha që ne bashkë nuk do kalojmë mirë, sepse unë babain tënd nuk e njoh. Kjo ishte një gjë shumë e rëndë për mua. Në moshën 15 vjeçare një mësues më deklaronte që nuk do kaloni mirë. Por më vonë kuptova që kjo gjë nuk ishte e vërtet. Unë me të kalova shumë mirë, ai më donte shumë. Unë e kam dashur shumë dhe ruaj për të kujtimet më të mira. Por çfarë ndodhte, pse e bënte mësues Dilaveri këtë? Mësues Dilaveri ishte një kryengritës, një njeri kryengritës. Ai nuk e pranonte realitetin asaj kohe. Atë e vriste çdo absurditeti asaj kohe dhe kishte gjetur mënyrën e tij për të protestuar. Të gjitha ato që ndokush ndoshta sot do t'i quaj shaka, për mua nuk ishin shaka të thjeshta, ishin një sarkazm. Ishte një protest që ai bënte të gjitha fenomeneve të shëmtuara të asaj kohe. Dhe unë këtë e kuptova shumë shpejt, megjithëse fëmijë, por mënyra se si isha arritur unë, si isha edukuar në familjen time, më bënte që te mësues Dilaveri të kuptoja diçka tjetër që nuk e kishin mësuesit e tjerë. Dhe një ditë prej ditësh vajta në shtëpi te mamaja dhe i thash, "Mami, kemi një mësues që është si ne." Por neve kjo donte të thoshte shumë. Mami u tremb, më tha, "Aman më Glet, ç'është ky muhabet që më thua, ke folur me mësuesin?" "Jo," i thash, "Mami, se mund të flas unë me mësuesin, mësuesi është moshë e madhe, unë nuk mund të flas gjëra të tilla me të." Por ai kështu është. Do me thënë, diferencimin që bënte ai, atë shakan që bënte ai, atë të thënën që ti je fëmia i mikut, i shokut dhe me ty do kaloj mirë, me ty do kaloj keq, ai këtë e bënte për të luftuar këtë fenomen. Do me thënë që disa fëmijë ishin të përgdhelur, sepse ishin fëmijët e sekretarëve, e mësuesve, e kryetarëve, e mjekëve, dhe disa fëmijë të tjerë ishin të askujt. Nga ana tjetër një gjë tjetër, do të thënë, për treguar shpirtin e tij kryengritës. Ndante vajzat nga djemt. Na ulte në bankë veç e veç. Një rjesht mbushësh me djem dhe një rjesht mbushësh me vajza. Dhe gjatë gjithë orës së mësimit, ai mundohesh të sulmonte vajzat. Dhe kur u gjente në një pikë të dobët, u kthesh çunave dhe u thoshte, "Mirja bana çuna." Dhe çunat i thoshin, "Fenja ke lujt", sepse kështu i kishte mësuar profesori. Dhe kjo nuk ishte se me vërtet ai donte të na lunte fen neve apo djemt neve. Problemi ishte që ai donte të luftonte këtë fenomen, ndarjen pa drejtësitë që i bëheshin vajzave, edhe privilegjet që kishin djemt.
Më kujtohet një herë kur të nesërmen Pembushi, vajza e tij kishte ushtarake. Dhe sigurisht që mësues Dilaveri nuk pajtohesh me të bërin ushtarake. E një ditë në javë që neve na ikte kot për të mësuar artin ushtarak, për të luftuar armikun thonjza. Edhe bënte shaka me Pembushin, i thoshte, a me Pembush do bësh nesër ushtarake, haç do i bash armikut ti më nesër. Bashkë me atë oficeren që kishim neve komandant, haç do i bani armikut nesër juve, më do i bani. E si mund ta shprehte ndryshe në atë kohë Dilaveri atë pakënaqësinë e tij. Në këtë formë ai, më thënë, këtë gjë kam kuptuar unë atëherë, po se kuptova vetëm unë, e kuptuan dhe të tjerë. Mua më bësh qefi, kënaqesha që ai ishte ashtu, po dikush tjetër nuk kënaqesh sigurisht. Dhe erdhi një ditë që Dilaveri u ndëshkua për këtë. Nuk di, domethënë atëherë nuk kam qenë prezente, nuk e di se si ka ndodhur ngjarja, nuk di çfarë të them, por di që ka qenë maj, kam qenë një masdite në Cerrik në qendër dhe një shoqja ime fërgëllonte nga kënaqësia që po ndodhte ashtu. Më vjen shumë keq që e kujtoj. Dhe unë mendoja në ato momente sikur ai ishte një djalë moshatari im, të nesërmen për mos ardhur vetëm në shkollë, unë do veja ta prisa te shkallët e pallatit dhe shkonim të dy bashkë në shkollë. Pa ishte mësues, nuk u kthye më në shkollë, e çuan punonte në ferm, në sektorin e lopëve, dhe atje vund të punonte në silazh. Nuk e di se çfarë është silazhi, nuk e di nëse e din të tjerët, ishte ushqimi i lopëve, dhe ai përgatiste dhe rrotullonte me sfurk ushqimin e lopëve. Në ca gropa të stërmëdha, dhe unë, domethënë ajo dëshira që kam pasur atë ditë maj që u dënua Dilaveri, që doja të veja te shkallët e pallatit dhe të shkoja me të në shkollë që mos e ndjente veten vetëm, kur koha ishte e mirë, u nisesha nga shkolla, kaloja mes për mes arës dhe shkoja takoja. Ai ngulte sfurkun në silazh, më përqafonte, më mbante kokën në kraharor dhe më thoshte, të keqen mësuesit ty që ke ardhur të shikosh mësuesin tënd. Këto janë kujtimet e mia për Dilaverin, unë kam qenë shumë e vogël atëherë, nuk mbaj mend gjëra të tjera përveç asaj, për masave të atij me të vërtetë të mëdha, për masave të atij të një njeriu të mrekullueshëm dhe të një mësuesi të mrekullueshëm. Të jeni të bindur, të nderuar dëgjues, se kështu e donin të gjithë nxënësit e tij. Dhe ata janë të shumt, kanë ecur në jetë. E duke pasur të tillë modele për të cilat me keqardhje them vuajm aq shumë këto kohë, ndoshta ishte një privilegjuini, sikurse kishim mangësi të tjera që sot duken si çudi. Dilaveri kishte shumë miq. Ndante me ta një pjesë të jetës së tij dhe miqësinë e quante një nga vlerat më të mëdha të njeriut. Ja si e kujton shkrimtari i njohur Dimitër Xhuvani. Profesor Dilaveri ne kam njëjtur kur ka qenë mësues në Gramsh, ndërsa unë kam qenë ndihmës mjek në Gramsh. Atëherë u njëjtëm pothuajse rastësisht, erdhi në ambulancë dhe kërkonte leje për të vajtur në Elbasan, sepse arsimtarët në atë kohë nuk lejoheshin që të vinin në qytetin e Elbasanit vetëm një herë në semestër. E pa që po ngulte këm shumë, dhe pyeta çfarë halli ke? Tha sapo jam fejuar. Atëherë unë i dhash një rekomandim që të vinte të bënte një radioskopi, se Gramshi s'kishte radioskopi, dhe prapa asaj letës i shkrova Mukinit, aty që bënte radiografin, që të lutem shumë personat që të dërgova nxirre të sëmur. Dhe vjen ky të henën shumë i mërzitur, se ajo kishte bërë një infiltrat sëmundje të rënd mushkërie. E tha jam keq, e di thashun që je keq, thashun, po shko ke shefi edhe i thuaj që unë do të vetë edhe një javë në Elbasan që të kurohem. Më po si e kam hallën unë, të jo dhanë qëse do të takohesh me të fejuarën tënde, shko, se këto shkresat i rregullojon ti, mos u bëj merak. Kështu u njëjtëm dhe krijuam një lidhje të ngushtë shoqërore, aq më tepër që ai ishte shok me nosin, me lavdjen, me motrën dhe me vllain tim. Pastaj më vonë kur ky vajti në Cerrik, ka qenë një profesor letërsie shumë i rregullt, shumë eksigjent, shumë i përgatitur. Më kujtohet kishte për të bërë romanin përsëri në këmbë, edhe më bëri mua 1001 pyetje. Po thënë si do gjithë këto? Po ja më pyetën mua nxënësit çfarë ti them unë atyre përveç përmbajtjes së romanit këto. Si i tillë më thua se ishte për të gjitha veprat e letërsisë që kishte programi shkollor në atë kohë. Më vonë sigurisht u njojtëm akoma dhe më mirë, por mbaj mend atë javë që ajo ishte gjasë me i sëmur me lejen time dhe shëtiste me të fejuar në bulevard,
Edhe të dy më shikonin mua dhe unë i shikonja dhe nga gishin, je i sëmur. S'është e vështirë për të kuptuar dhe ndjerë dhëmbjen e dikujt për fatkeqësinë e mikut të tij, për mikun që e plasi në qelinë e akullt, vetëm e vetëm se është e pamundur të duronin pa u bërë ziliqar. Shprehet e bia e profesor Dilaverit nga larg. A thua të vijoj të jetë ende kështu? Druaj se këso kohë e takoj më rrallë një të tillë ndjenjë. Gjithsesi, mikun e tij shpirtëror, për të cilin shprehej se sa herë jam i mbushur, shkoj të zbrazem tek ai, e gjetëm atje, në korçën e tij, plot mall dhe kujtime. Unë Dilaverin e njoh që nga viti 1963, kur ai u transferua nga fshatrat e thella të Gramshit në Cerik. Te Dilaveri unë njova një njeri të sinqert, një njeri të dashur, një njeri të përkushtruar ndaj letërsisë, ndaj profesionit të tij si mësues. Kishte shumë miqësi me Ekrem Xhabejin, me Mahir Domin, me Dimitër Gjuvanin, me Kindushin, edhe shumë figura letrare të tjera. Ai të fliste për letërsinë edhe të vendit tonë, edhe për letërsinë botnore, të fliste për Shakespearein, për Hamletin, fliste për Hugoin, për Danten, edhe shumë të tjerë. Kish qefti komentonte, të bënte biseda dhe ndjente kënaqësi kur fliste për këta shkrimtarë të mbëdhej, të cilët i njifte shumë mirë. Ai kishte një pasion shumë të madh pas profesionit të tij, pas punës. Shumë herë më thoshte, më ka marrë malli që në artimet të vësh shenjat kuqe. Kam nxënës të mrekullueshëm, theshte Dilaveri, bizetoj me ta dhe ndjej kënaqësi, janë të përgatitur mirë, thoshte. Por një ditë edhe Dilaveri ra në listat famkeqe të Degës së Brendshme dhe u bë një konferencë në Cerik, me sa kam marrë vesh se unë në këtë kohë kam qenë i arrestuar, dhe demaskuan. E demaskuan, e hoqën si profesor dhe saktuan të punoj në fermë. Atje mbante bar me qere. Sigurisht kjo që bërë për ta diskredituar, po Dilaveri nuk mund ta kryente dot një punë të tillë dhe preferovi të pajtoj me varfërinë dhe ta linte punën dhe të rinte në shtëpi duke mos punuar. Kjo ndoshta ju bë shkak, mund të thuash, që ai u smur me kancer, edhe kjo smundje, kupton, e mori përgjithmonë nga jeta. Shpeshherë diskutojmë në shtëpinë tonë për Dilaverin, sepse kemi shumë kujtime për te. Fëmijët e mi e kanë pasur profesor, edhe shpeshherë hapet muhabeti në shtëpinë tonë dhe kemi shumë për të kujtuar për Dilaverin. Një shoku im i klasës ishte inspektor i arsimit dhe erdhi një ditë në Cerik për të kontrolluar në degën e letërsisë dhe të gjuhës dhe asistovi në një klasë të Dilaver Shkodra. Mos andaj e takova unë atë si shok shkolle, ka një vit pa takuar, këto pim nga një kafe, edhe u hap muhabeti, tha, kështu bëra një kontroll këtu, tha, të profesor Dilaver Shkodrës. Po pash një njeri me tërë menta të përgatitur, tha, një njeri nobel, shumë i zoti, tha, shumë i dashur, tha, edhe jashtëzakonisht i aftë për profesionin e tij. Ishim mirë për cilin gratë të vinin në fshat, të ndihmonin fshatin. Edhe ipën gratë e burrat tërë për makina, u nisën, ishte mbrëmje. Edhe ne mbetëm me Dilaverin. As atë se nisën as mua, se mua s'mishin nga uzina, se dushe mbajtur uzina nga dishmëri. Po Dilaveri nuk shkoj. E po shkonim kështu. Po hecnim aty afër klubit. E i thashun, ajve më pim në imbir. Po ç'ke qevi kështu, i thashun, sikur tu prish humori.
E po kjo sa dërgoj gratë në fshat, sa lere kam 3 letë sjellë dhe 1 4. Besh me rako, pa të gratë tona po t'jen të atilat, a sjellin të 4 dhe kur janë këtu, dhe ashtu së shberoj atëve në fshat. Po kur shkonim në plazh, vinim vëllezërit e Dilaverit, vinim me neve ca kushërin të tyre dhe bëshim një kompani e madhe në plazh. Edhe shkuam njerë te pallati Zogut, atje. Unë me të vllane e Dilaverit shoqërosha shumë se shkonim dhe për gjame shefkiu ndjes past. Edhe hëngrëm pim atje këshu, edhe i thom unë, more Dilaver, ti pive konjak. O, është i shtrenjtë ky konjaku, thaj. Po ja, ma thashën, kë mund t'jetë maksimumi 14 lekë, thashën. Jo, tha, po që më shumë, thashën, tër tavolinë e paguaj unë. Erdhi kamariri e pyetëm neve, 18.000 lekë. Konjaku pagova unë tër tavolinë. Të nesmen shkojmë ne me shefkinë atje dhe i muan të gjitha çmimet. Edhe mbas 3-4 ditë vajtëm prapë. Porositëm meze, të gjithë fëmijët që në një tavolinë tjetër atje, edhe dikush porositi dhe birë. Ama thashun, këtu bira 18 lekë është. Dilaverit, 18 lekë është në Cërik, mor, këtu me orkestër e kështu. Po që mbi 18 lekë e paguajun tavolinën, thashun. Po ne kishim marrë çmimin, që ishte 18 lekë. E nëse porositën të gjithë, i them unë, më birë një paqet diamanti. Tër këto gratë porositën paqeta diamanti, që këto se pinin. Po e dinin këto të vetëm Dilaverit se dinte dhe shoqja. E nëse hëngrën pim në fëmija me njën hëngrë pinë, erdi kamariri. Të parin gjë që bëm, pyetëm për birën kush pagon të tavolinën. I thashun, sa është bira këtu? 18.000 lekë, thotë. Dilaveri u pre, e pagoj gjithë tavolinën. Të nesmen, unë blodhëm atje te plazhi, e tha, aq më bere o korçari dreqi, tha, do më detyrosh t'ik më parë nga plazhi se pagova gjithë ato lekë më brëmë. Ishte shumë i mirë, ishte shumë i mirë, po Dilaveri vetëm me politik nuk mërshën, si dhe në të tjerët. Kush mërshën me politik? A kështu ka qenë jeta. Po, e pësuam keq. Si Dilaveri, si unë, si Telati, e shumë të tjerë. Po, shqyqyrët ashti jemi mirë. Të gjithë që e njihnin nga afër, e thrisnin Aristoteli. Kjo për arsye se i pëlqente të shëtiste, sido që t'ishte koha. E shihnin shpesh duke bërë xhirot e tij në lulishten e shkollës, në parkun e qytetit, ose në oborin para shtëpisë. Fytyra e tij kishte gjithmonë një shprehje ëndërrimi, dhe kur ndodhte kjo, fëmijët e tij e kuptonin që babai i tyre udhtonte në të tjera vise, në tjetër botë, në atë të fantazisë. E me që përmendëm fëmijët, ai pati 3 fëmijë, 2 vajza dhe 1 djalë, dashurinë e tij më të madhe. Kur i kërkova njërës prej vajzave të më shkruante diçka për babain e dashur, përmes mallit që rrallë kam parë të shprehur aq, mu drejtua. Si mund të shkruaj unë për babain tim? Është njësoj si kur të dua të bëj qiellin të banushëm. Ai ishte i pashtershëm, i pafund. Ishte një shpirt i shqetësuar që i pëlqente të citonte Kunderën. Fatkeqësia e njerëzimit qëndron në faktin që më tepër se pyetjet preferon përgjigjet. Pikërisht këtu qëndron mediokriteti njerëzor. Dhe këmbgulja jon na çon më tej në një bisedë telefonike me vajzën e dytë të tij, që sikurse edhe fëmijët e tjerë, jeton dhe punon jashtë Shqipërisë. Ishte një baba jashtëzakonisht i ngrohtë, i dashur, tepër njerëzor, ishte siç e quanin atëherë liberal dhe e dini shumë mirë që në Shqipëri në atë kohë të theksonin dikë liberal, në mos e dënueshme ishte e kritikueshme, sepse ishte një ambient konservator dhe këto gjëra shikoheshin me një sy kështu, disi të dyshim. Por fjala liberal për mua nuk shpreh tërë kuptimin e lartë dhe të fisshëm që ka kjo fjalë. Mund të them një fjalë si ekziston në greqisht, që të jap kuptimin e asaj që të tipit të babait, file lefteros, nga filos që do të thot mik, dhe lefteria që do të thot liria. Do me thënë, ai ishte mik i lirisë,
Kur era në Greqi dhe hasa këtë fjalë, kuptova që pikërisht i tillë ka qenë babai im, mik i liris. Na la hapësirë, na pajisi me krah që të fluturonim. Kur na akuzuan që neve fluturonim si tepër, ai thoshte që duhet të dini fëmijët e mi që ky është një kompliment për ju. Dhe për mua njëkohësisht që ju mësova të fluturonit. Ju mësova të shkonit në botën e fantazisë. Pa fantazi jeta do të ishte një torturë vërtet, një mjerim i mirëfillt. Shpesh herë në pranverë, kur lulëzojnë jargavanët dhe ndjej aromën e tyre, më kujtohet i mat, i cili citonte gjithmonë një poezi të Walt Whitmanit në lidhje me pemën e jargavanit. Kur vjen pranvera, kur çel jargavani, unë dehem nga kujtimet. 3 gjëra më sjell jargavani mua: mëngjezin e artë të pranverës dhe kujtimin për atë që dua. Ka qenë një baba i cili nuk ishte fare njëri i mërzitshëm, gjithnjë mundohej të na linte fush veprimi, se nuk jepte leksione morali, nuk i pëlqente që të jepte leksione morali, i pëlqente që me shembullin e tij të na mësonte se si duhet të ecim në jetë, se si duhet të vepronim. Në këtë mënyrë e kam gjykuar gjithmonë si një njeri i cili më bëri që të ndihem me fat, që linda dhe më thënë një familje të tillë. Si një nga nxënësit e tij, kam përjetuar gjatë orëve të shpjegimit të mësimit të ri emocione të papërsëritshme. Shpesh e gjeja veten duke ndjekur me gojë hapur, dhe nga ajo përhumbje më nxirrte vet profesor Dilaveri, duke më tërhequr vëmendjen që vërtet isha përhumbur, apo doja të tërhiqja vëmendjen e tij. Natyrisht që ishte ajo e para, natyrisht që ishte ora e vetme e mësimit kur s'doja të binte zilja dhe të prishte magjinë e krijuar në klasë. Dhe gjithmonë kam pyetur veten, a e ndjente ai elektrizimin që shkaktonte? Ai fliste gjithmonë për mësimet që jepte në shkollë dhe thoshte, për shembull, kur shpjeguar një herë për Homerin, pikërisht pjesën kur Priami shkon tek çadra e Akilit dhe duke qarë i lutet për trupin e Hektorit që t'ia kthej dhe ta varrosi me nderime, sepse ai është një ushtar i vërtet, domethënë i Trojës, dhe s'ka se si të përfundoj një pre e korbave dhe kafshëve të egra. Dhe babai thoshte që këtë kur e shpjegova sot, të gjithë nxënësit thoshte më ndiqnin me vëmendjen më të veçantë, me një vëmendje të thellë, saqë u ndjeva sikur të isha Aleksandër Mojsiu, sikur po e interpretoja pjesën, jo sikur po e shpjegoja. Dhe thoshte, tek çdo njeri, edhe tek ai që njerëzit e cilësojnë si të parëndësishëm, si njeri të zakonshëm, të rëndomt, banal, tek çdo njeri po të dish, thoshte, të gjesh atë që ati i bën përshtypje, po të dish të prekësh zemrën e çdo njeriu, do të shikosh, thoshte, që reagon. Domethënë, askush nuk është i verbër dhe i shurdhër ndaj bukurisë. Të gjithë reagojnë ndaj bukurisë, vetëm se duhet të dish mënyrën se si ta prekësh zemrën e njeriu. Sigurisht në shtëpi ishte, në përgjithësi ishte një njeri nga që kishte mirë me veten, nga që ishte në harmoni me veten, ishte njeri i gëzuar, kishte shpërndante, rrezatonte një hare. Nuk e mbaj mend kur njëri me turinj, njëri të mërzitur me nerva, kuptohet. Unë nuk mund të them që ishte një njëri që ishte vetëm i dashur, që vetëm falte, vetëm i gëzuar. Veset e njerëzve ai urrente gënjeshtrën, urrente spionllëkun, urrente hipokrizin, budallallëkun, dhe shpesh herë i pëlqente të citonte një shprehje nga Anton Çehovi, për një njeri që ishte i mërzitshëm në bisedë, që nuk dinte se çfarë thoshte. Qindra verste në për step nuk të mërzisin aq ti bësh me këmbë, domethënë të udhtosh qindra verste në për step nuk të mërzisin aq se sa një njeri i kot që llamatit dhe nuk di se çfarë thot. Në këtë drejtim e kam përqyer jashtë dhe e kam vlerësuar sepse dinte të dashuronte me forcë dhe të urrente me forcë atë gjë që duhej urryer dhe përçmuar. Kishte një zakon të mrekullueshëm i cili më ka mbetur domethënë si gjëja më e ngrohtë, kujtimi më i bukur nga familja ime. Gjithnjë kur hanim drek, se atëherë bashkoheshim më tepër kështu si familje gjatë drekës, asnjëherë nuk ngrihem nga tavolina, menjëherë sapo mbaronim drekën. Gjithmonë, mbasi mbaronim drekën do të na fliste për përshtypjet e ditës, do të na pyeste ne si ndjeheshim, si e kishim kaluar në shkollë.
çfarë libra po lexonim, çfarë përshtypjen e kishte për libri. Më kujtohet që atëherë lexoja 24 orë nga jeta e një gruaje të Stefan Zweigut. Më pyeti mua për një frazë atje që Zweigu thotë që njeriu më mirë të kuptoj se sa të gjykoj. Ti si e spërthejnë këtë frazë të Zweigut. Dhe unë i thash që babi më pëlqen jashtëzakonisht, edhe sikur të ndodhte kjo, njerëzimi do të ishte shumë i lumtur, do të kishte më pak katastrofa shpirtërore, më pak mjerim, sikur njeriu të përpiqej më tepër të kuptonte se sa të gjykonte. S'kam ç'bëj. E di që e ngacmoj në kujtesë, e çoj me skujtimesh të trishta, por edhe të bukura, që si melodit i risjellin para syve të mendjes të kaluarën, që ngjason me stinët. Dhe ndërmend i vjen shprehja e shkrimtarit të saj më të dashur, Paustovskit. Sa e sa gjëra ndodhin në jetë, gjua ka të vetmen fjalë ngushëlluese, fjalën kuturu. Gjithsesi jeta është dashuria dhe dashuria është mjalti që gjendet midis gjëmbave. Dashuria më e madhe e jetës së tij kanë qenë fëmijët, domethënë pa diskutim, një dashuri e jashtëzakonshme dhe kishte shumë dashuri në jetën e tij. Në dashurit ishte i fortë, në të gjitha dashurit. Dashuria e tij e madhe ishin librat, dashuria e tij shumë e madhe ishte për Minella Çamin, një dashuri olimpike, një dashuri legjendare. Vite më vonë unë e kuptova që ai njeri kishte jetuar me një dramë të therrse të tmerrshme brenda shpirtit. Në këtë drejtim kur nuk na u hap neve, sepse nuk donte që ne të merrnim pjesë në atë dramën e tij, donte neve të na nxirrte jashtë çdo lloj brengje, çdo lloj halli. Kishte devizën e tij: fëmijët nuk duhet kur të ngarkosh me halle. Donte që ne të rriteshim të njihnim vetëm mjaltin e jetës. Ishte allërues i natyrës, do thoshte, unë jam pasardhësi, më i denj, i thari, më i flakt i Jean-Jacques Rousseau-it. Çmendem për natyrën, sepse thoshte unë ndjem shumë mirë në raport me natyrën. Më mjafton, thoshte, të kem fëmijët shumë mirë, librat dhe natyrën përballë. Për shembull, një pemë, një mimoze lulëzuar, thoshte, mua më gëzon, ashtu sikur mund të gëzon një njeri lajmi që nesër do shkoj të shikoj Paris. Kur e sjell ndërmend, vion e bia e Dilaverit deri në qelis, më vjen me një dendësi intensive, përmes mjegullës së viteve, gjithnjë triumfues në kujtesë, nëpërmjet kujtimeve të pasura. Ne ekzistonte një dashuri shumë e madhe brenda familjes tonë, dhe i pëlqente gjithnjë të citonte që këtu brenda unë jetoj sikur të jem në parajs. Jashtë unë shikoj akullin që më depërton, që më ftoh, që më vret. Ishin trazirat në atë kohë politike, lufta e klasave, ajo që e ka indinjuar shumë dhe mund të them që prandaj vdiq dhe kaq i ri në moshën 55 vjeçe. Pembush do ta mbyllim me diçka të bukur intervistën tonë. Jetonte dhe punonte në fakt në një vend të vogël dhe ndoshta, domethënë mjediset e tij më të dashura kanë qenë klasat e vogla dhe familja juaj, shtëpia juaj e vogël. Deri ku shkonte imagjinata dhe fantazia e babait, pikërisht ndonë se jetonte në vende kaq të vogla. Kozeta, dua të them përpara se të përgjigjem që bën pyetje shumë të bukura. Makar kjo intervistë të vazhdonte dhe më thënë pa mbarim. Fantazia e tij do të përmend një shprehje të Ismail Kadaresi, i cili thoshte për Lazgush Paradeci, kur shkoje tek Lazgushi, ishte njësoj sikur shkoje jashtë shtetit. Dhe i mat ishte i tillë që kontakti me atë ishte njësoj sikur gjendesh jashtë shtetit. Ai njeri të prezantonte me të gjitha, me shkrimtarët e botës, me të rejat në përbotë, të prezantonte me ato gjëra të cilat në jetën tonë të përditshme nuk i hasje. Ishte një njeri i cili ta impononte që të ishte gjithë njerëzgjuar, dhe mund të mos flije kur. Na futi shumë tek muzika italiane. Aq tepër sa që ndonjëherë kur motra ime Tina e hapte tek Tirana, ai thoshte, kush e ka hapur tek Tirana? Juve, thoshte, nuk doni të dëgjoni Celendanën? Ishte njëri fanatik i muzikës italiane, megjithëse s'do doja të përdorja shprehjen fanatik për atë njeri, sepse fanatizmin, siç thoshte edhe vetë, jam dakord me Hemingway, thoshte që e quan fanatizmin zanat të budallënjve. Ishte shumë i dhënë mbas muzikës italiane, ishte i apasionuar dhe mbas muzikës amerikane. Dhe thoshte që të paktën në pamundësi që neve t'i njohim nga afër, thoshte këto vende, me këtë liri të mrekullueshme, thoshte me këtë jetë dhe me këtë standard jetese,
të paktën thoshte ti shijojmë nëpërmjet muzikës, dhe ato na e përcjellin domethënë atë lirinë e tyre që është gjëja më e mrekullueshme tek njeriu, liria. Pa liri nuk mund të bësh dot asnjë gjë. Të kush ka qenë dashuria time e madhe dhe nuk tani me që po e mbyllim, po të them që mbi çdo gjë, domethënë fëmijët, pastaj ishte liria, fëmijët dhe liria. Ai jetoi në një vend të vogël, ai ishte në dhoma në klasa të vogla, ai jetonte në një shtëpi të vogël, por ai ishte gjithmonë brenda gjërave të mëdha, ishte brenda hapësirave universale, ishte kudo, të jepte përshtypjen që sapo ishte kthyer nga Franca, sapo ishte kthyer nga Italia, sapo ishte kthyer nga Anglia, ishte një përfaqësues i jashtëzakonshëm, i talentuar, i impulsiv, i sëres. Nuk kam njohur në jetën time, shiko, jo se është babai tim dhe nuk dua pjesë ta përmend të shprehje. Nuk kam njohur në jetën time njëri që të jetë përfaqësues i sëres në atë shkallë që ishte ai. Dhe bilës dikur i kam thënë që ti duhet jetoje pas një shekulli, je shumë i avancuar në ndjenja dhe në mendime. E kujtojmë Dilaver Shkodrën, mësuesin e paharruar të letërsisë me mall dhe me kënaqësi. Ndonë se iku herët nga kjo botë. Kur nise kujton siç ishte, trishtimi bën mënjan. Se nga distanca e kohës ai vjen hareshëm, gjithë energji e pasion, sa të duket, sikur se u shpreh nxënësi i tij, të duket se ekziston, se është aty, duke i rënë kitarës, apo duke recituar vargjet e tij të pafund, me sytë blu që flisnin me gjithë forcën e shpirtit. Dhe në këtë fund emisioni, dua të citoj trashëgimtaren e denjë të teatrit, Pembushin. Shpesh pyes veten, kur gëtja formuloi devizën, unë qesh njeri në këtë jetë, kjo do të thotë se qesh luftëtar. Mos në mendjen e tij kishte pikërisht njerëzit e dashurisë, të qiellit dhe të detit. Dëgjuat Dritë e diturisë këtu në Radio Tirana. Operator zëri Redi Kristo. Natën e mirë nga unë Kozeta Hoxha.
dritë e diturisë. Konstelacion me emra të mëdhenj në traditën e arsimit tonë kombëtar.